Vlera e agjerimit të 6 ditëve të muajit Shawwal. Pas përfundimit të muajit të bekuar të Ramazanit, shumë besimtarë njihen një zbrasti shpirtërore, por mëshira e Allahu xhaleshanuhu vazhdon edhe pas Ramazanit, përmes një mundësie të madhe, që është agjerimi i 6 ditëve të muajit të Shawwalit. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: kush e agjeron Ramazanin dhe e pason atë me 6 ditë nga muaji Shawwal, është sikur të ketë agjëruar tërë vitin. Kjo do thotë se shpërblimi është shumë i madh, një vepër e vogël në dukje, por me peshë të madhe te Allahu xhaleshanuhu. Këto ditë të muajit Shawwal mund të agjërohen rresht njëra pas tjetrës ose të shpërndara gjatë këtij muaji. Por më rëndësishmja është sinqeriteti dhe qëllimi i mirë. Me agjerimin e këtyre 6 ditëve, ne jemi vazhdimisht dhe qëndrojmë në lidhje me Allahun xhaleshanuhu. Është një shenjë treguese se agjerimi ynë në Ramazan ka qenë i pranuar dhe na ndihmon ta ruajmë disiplinën dhe pastërtinë shpirtërore. Ramazani nuk është fundi, por është fillimi i një rruge të re. Nëse kemi arritur të agjerojmë një muaj të tërë, pse të mos agjerojmë edhe ditë tjera pas Ramazanit? Këto 6 ditë janë një mundësi për të dëshmuar dashurinë tonë ndaj adhurimit dhe për të forcuar imanin tonë. Andaj, mos e humb këtë shpërblim të madh. Filloj këto ditë me niyetin e pastër dhe kërko nga Allahu pranimin e punëve të mira, punëve të hajrit. Allahu xhaleshanuhu na bëf për atyre që agjerojnë me sinqeritet dhe fitojnë kënaqësinë e Tij. Amin.